Belçi, një nga zonat më të bukura të Shqipërisë, është përfshirë zyrtarisht në paketën e maleve. Kjo është një nismë kombëtare që synon zhvillimin e zonave me potencial natyror dhe bujqësor. Belçi vendoset kështu në qendër të vëmendjes për investime në turizëm dhe bujqësi, duke i dhënë mundësi të reja kësaj krahine. Përfshirja në paket sjell disa përfitime, lehtësi fiskale, mbështetje për zhvillim rural dhe nxitjen për sipërmarrjet që duan të investojnë në këtë zonë. Sipas vendimit të fundit të qeverisë, disa nga fshatrat e Belçit janë shpallur zona prioritare, çka do të thotë se toka mund të vihet në përdorim për projekte zhvillimi me kushte të favorshme. Paketa e maleve synon të krijojë kushte më të favorshme për zhvillimin e turizmit, agropërpunimit, bujqësisë dhe blegtorisë në zonat me potencial të lartë natyror. Aplikimet për paketën e maleve mbeten të hapura deri në fund të vitit 2025, ndërsa 500 aplikantët e parë do të përfitojnë lehtësira fiskale për një periudhë 10 vjeçare, një mas që synon të nxjisë investimin e hershëm dhe të qëndrueshëm në këto zona. Edhe kemi përsëri bashkë zonja dhe zotërinë, do të flasim pak për paketën e maleve, si kundërndoqet edhe nga materiali, një nisëm e qeverisë shqiptare e kthyer tani më në ligj që synon të nxjisë prodhimin dhe të qenurit atraktiv të zonave malore, të nxjisë zhvillimin ekonomiko-rural atje dhe në të njëjtën kohë të frenojë largimin e qytetarëve, pikërisht nga këto zona të cilat mund të kthehen në një burim shumë të madh të zhvillimit ekonomik edhe të turizmit dhe për sa i përket të rreqjes të huajve në vendin tonë. Dhe dua që ta shohim sot në dy këndvështrime. Ta shohim në këndvështrimin administrativo-ligjor me pedagogën e Universitetit Bujqësor të Tiranës, zotin Shpresim Domi. Mirëmëngjes, mirë se vjen Shpresim. Faleminderit për festë. Dhe në drejtim të turizmit, sigurisht, si një nga portat kryesore pas Bregdetit për turistët e huaj, të cilët aktualisht vinë i vizitojnë malet tona, por që me një investim të shtuar, ndoshta duke rregulluar ato hallka të cilat nuk janë në vendin e duhur në zinxhirin turistik, mund të na shtojnë edhe turistët në vendin tonë. Mirëmëngjes, mirë se vjen Feriol Tozuni, ekspert i fushës së turizmit. Zoti Domi, dua ta nis me ju duke bërë një përshkrim të shkurtër për ata që ndoshta janë më pak familjar me këtë risi dhe me këtë nisëm që me një çmim simbolik i jep mundësinë qytetarëve të mund të investojnë dhe të rikthejnë përsëri atraktive ato zona të haruara. Çfarë është paketa e maleve dhe kush mund të përfitojë nga ajo? Paketa e maleve është një iniciativë politik bërë si nivel qendror, me karakter është një paketë ligjore që synon të krijojë disa lehtësira për disa llojesh investimesh në zonat që kanë nevojë shumë, kryesisht territori i brendshëm i Shqipërisë. Praktikisht paketa e maleve synon të çlirojë energji në disa pjesë të territorit të brendshëm të Shqipërisë, duke munduar për tërhequr investime, jo vetëm nga investitorët e brendshëm, madje synimi kryesor i saj është të tërheqë rikthimin e ish-banorëve të zonave rurale për të investuar në disa lloje sipërmarrjesh që i shkojnë këtyre territorëve, të cilat mbase do t'i elaborojmë pak më poshtë. Në tërësi, kjo paketë synon të rivitalizojë zonat rurale, me një fokus të veçantë zonat e marginalizuara, zonat me akses të limituar në shërbime, infrastrukturë, apo edhe në flukse turistike. Synon të krijojë vende të reja pune, synon të krijojë qarkullim ekonomik dhe synon të rrisë mirëqenien, gjithmonë flas dhe në gjithë territorin e brendshëm të territorit të Shqipërisë. Të gjitha ata të cilët do të jenë përfitues të kësaj pakete, për vërtetës kanë disa lloje përfitime të padëgjuara më parë në shumë aspekte. E para një nga aspektet më të rëndësishme, pronën. E merr pronën në një mënyrë shumë të thjeshtë, pa imagjinueshme këtu në 35 vite, flas në kontekstin shqiptar. Vetëm me 1 euro atë pronë të cilën ti je në gjendje ta faktosh që e ke patur në përdorim ose me qera, këtu e 10 vite më përpara të paktën. Ky është një nga ato kushtet kryesore. E përfitojnë ata që kanë qenë posedues të tokës, por që nuk kanë pasur dokumentacionin. Jo pronar formalisht nga ligji, por dhe thënë më thjesht për publikun, janë individ, subjekte, që e kanë patur një pronë publike, pronë bashkisë në raste më konkret, në përdorim ose me qera këtu e 10 vite më përpara të paktën. Dhe ky është një nga kushtet kryesore. Më pas ka disa kushte tjera që janë realisht të realizueshme nga shumë kush, dhe se nëse ti plotëson këto para kushte,
si investitori i mundshëm përfiton lehtësira fiskale të natyrës përjashtohesh nga TVSH-ja, mbi gjitha të lehtësohet mundësia për të marrë leje për të bërë investimin të cilin duhet ta bësh se është kusht për të kualifikuar si përfitues, përjashtohesh nga tatimi mbi të ardhurat, përjashtohesh nga taksa e pronës, pasurisë, praktikisht përjashtohesh nga çdo gjë. Është paketë lehtësirash fiskale në nivel ekstrem, në nivel ekstrem do thoja, për 10 vite. Megjithatë, që të përfitosh këto, ti duhet që brenda 2 viteve, nga momenti që je i listuar si një përfitues potencial, pra të tokë ti duhet bësh një investim. Investimi duhet jetë i natyrës për territorin që shkon, mund të jetë në agropërpunim, ose thënë në përgjithësi në agrobiznes, që mund të jetë në prodhim, përpunim, eksportim, transport, por në fakt, me thënë drejtën, synimi kryesor i paketës synon të krijojë sipërmarrje të natyrës të turizmit rural. Agroturizëm, bujtina dhe sipërmarrje të tjera shërbimofruese të turizmit dhe jo vetëm kaq, por sigurisht kjo paketë synon edhe që këto biznese të shndrohen në modele në rritjen e standardeve të shërbimeve për gjitha ato territore ku do ndodhen. Nuk është çështja vetëm krijimi i numrit të bizneseve, por rritja e standardeve që është realisht e nevojshme në këtë moment. Periol, ju jeni në kontakt vazhdueshëm me turistët e huaj, këto vende që ne po flasim i keni vizituar shpesh, çfarë vrulli do t'i sillte ekonomisë turistike, pikërisht paketa e maleve dhe çfarë evidenton se ka nevojë për tu ndërhyrë në këto zona të cilat mungon zhvillimi, mungon ndoshta infrastruktura dhe mungojnë dhe kapacitetet njerëzore? Pikërisht duhet ta nis nga kjo e fundit që u thatë, sepse këto zona kanë ngelur në këtë situatë në cilën gjenden sot, pikërisht për mungesë të njerëzve në tërësinë e vet, jo patjetër burimeve njerëzore në ato zona. Po ti kishte kapur ky vrulli turistik që jemi në 6-7-8 vitet e fundit, të kishte qenë 94-95, atëherë këta njerëz nuk do të ishin larguar. Pra fillojmë nga lëvizja demografike e detyruar në format ndryshme e 30 viteve më përpara. Sot gjendemi përpara faktit ku kemi hapësira, kemi mundësi, po s'kemi më njerëz. Dhe është e qartë ajo që thot profesori që synimet e kësaj pakete janë këto që u përmendën më sipër. Problemi qëndron që unë e shoh totalisht të vështirë që ne të përballemi, të gjendemi përpara faktit ku kjo paketë do të jetë vërtet rezultative në pjesën më të madhe të zonave, sepse njerëzit do ta kenë të vështirë të kthehen në këto zona, pra ata që presupozohet që nesër të na shërbejnë atje. Në momentin që ti më jep mundësinë mua të investoj me të gjitha ato lehtësira që u përmendën më sipër, unë jam si investitor do vi, po ajo çka shoh unë aty është kush do më ndihmoj mua që të shërbej më tutje. Njerëzit kanë ikur, që këta të kthehen, nuk duhet vetëm investimi i privatit. Duhet gjithë infrastruktura mbështetëse që vjen nga institucionet shtetërore, spitale, shkolla, se unë do vi bashkë me familjen. Absolutisht, duhet i kem të gjitha këto element, këto hallka që në mënyrë që në momentin që pushojt jemi sigurt që i kam edhe të gjitha infrastrukturën rregull. Vi me familjen, sepse zakonisht zonat e maleve, ndryshe nga plazhet, nuk janë për parti, për diskoteka që i përdor rinia. Janë pushime më familjare. Atëherë, duke qenë pushime më familjare dhe shërbimin që unë duhet të marr si turist, duhet ta kem në këtë kontekst, pra pak më familjar. Shpeshherë tek bujtinat që janë ekzistente tashmë, shohim që shërben nona, gjyshi, baba, motra, vllai që ta jep këtë atmosferën dhe jemi të kënaqur. Puna është se fluksi i madh, masiviteti me cilën po përballen këto zona kërkon shtim të kapaciteteve. Kërkon shtim të kapaciteteve. Pra, kur unë dua spital, nuk dua vetëm si turist, pra që të kemi ambulancë. Dua spitalin që ta kem edhe për atë punonjësi që është aty, dua shkollën, nëse jam punonjës, dua të kem shkollën e kalamajve të mi aty, dua të kem infrastrukturën rrugore, edhe një set të tjera asetesh. Është marrë dhe në kronikën tuaj është marrë Belçi. Nuk është marrë rastësisht se i ra në mendje dikujt hajtë të bëjmë Belçin. Po është Belçi, nëse mund ta fusim tek Malse, nuk është aq Malsa, pra në kuptimin e parë të fjalës, është zona që ka më shumë probabilitet
për të mbështetur, si me infrastrukturë mbështetëse, pra spitale e shkolla, sepse janë ekzistente, ashtu dhe me bukurit natyrore dhe të bëhet ky kombinimi për të pasur impaktin e parë kjo paketë malesh. Ne po e përdorim Belqin edhe sot, pa e pasur këtë fluksin e Do të madh. pyes pak edhe për pikat e tjera atraktive. Megjithatë, zoti Domi, dhënia me këtë çmimin simbolik prej 1 eurosh. Të paktën kemi dëgjuar disa eksponentë opozitës që kanë ngritur shqetësimin se mund të krijojë raste abuzimi. Pra, kush do të përfitojë realisht nga këto hapësira, nga këto territore të paketës maleve? Shqetësimi qëndron për vërtetës, si çdo politik bërje tjetër të kompozuar. Pra, rreziku i monopolizimit të paketës maleve. I monopolizimit. Nuk mund të themi monopolizimit, por realisht sa kushte duhen plotësuar. Në momentin kur ti nuk ke qenë përdorues, pra me qëra edhe njerë, i tokës në fjalë që të dëshiron ta privatizosh, nuk mund të bëhesh rastisht. Pra duhet të kesh një lloj gjurme këtu edhe 10 vjet më përpara që e ke trajtuar tokën. Dhe trajtimi i tokës mund të ketë qenë për ta punuar, për ta mirëmbajtur, mbahen pyet e caktuara, mirëmbahen ose trajtohen, prodhohet në ato toka. Në momente që ti se ke këtë kusht, kjo për shembull e lehtëson ose e minimizon abuzimin. Por abuzimet mundet të shndrojnë, këtë se garanton dot askush për vërtetës. Megjithatë ka edhe një gjë që mendoj unë, arsyetimi se objektivisht nuk mund ta thot askush këtë gjë. Deri në fund të gushtit ka qenë numri i aplikimeve mbi 3300. Presioni është shumë i madh. Dhe presioni ka qenë shumë i madh nga vendasit, po ashtu edhe nga emigrantët, që janë edhe realisht piknisja pse është kompozuar. Ama dhe në të njëjtën kohë lajmi mirë që kemi kaq shumë individ që kërkojnë të investojnë. Dhe kjo dua të them, kur ka një presion kaq të madh nga të interesuar, që janë komunitetet, janë njerëzit, e shoh të mirë në sensin që ka një presion për ta mirë menaxhuar procesin. Ama nuk mund të them, nuk di të them në sensin që mund të abuzohet, megjithatë, kriteret që janë vendosura e minimizojnë deri sa ja përjashtojnë mundësinë e abuzimit. Sa potencial zhvillimi kanë gjithë këto zona që përmendëm? Përmendi Belqin, Ferioldi, por janë, nëse ndalen vetëm tek veriu, janë pafund zona ku kanë nevojë për ndërhyrje dhe që mund të kthehen sigurisht në pika atraktive për turistët e huaj. Ritheksoj edhe një herë, paketa e maleve është një strategji, është një politikë bërje e segmentuar për një territor të caktuar. Por vërtetës ka një gabim ose një mos saktësim. Vetë ligji nuk e kategorizon zonën malore me atë. Realisht BE-ja ka kritere, ose në thënë në vija trasha. Normalisht një zonë malore quhet 600 ose 700 metrë mbi nivelin e detit. Kjo automatikisht e përjashton Belqin dhe zonat kësaj natyre. Po vetë kjo paketë është kompozuar për zona malore, ku në përgjithësi jo vetëm Shqipëri, ku do në botë, janë zona që kanë automatikisht probleme me aksesin në shërbime që zotëria përmendi, po vetë gjeografikisht janë të kufizuar në shumë aspekte. Në kuptimin e parë të fjalës mal. Eksakt. Është në më shumë kuptim figurativ. Këto zona. Tani, Shqipëria është 2/3 zonë malore, për vërtetës. Dhe është nga veriu deri në ekstrem të jugut. Nga Konispoli, vazhdojmë në pjesën e Labërisë, vazhdojmë me pjesën e maleve të Librazhit, vazhdojmë me pjesën e maleve këtu mbrapa Tiranës, vazhdojmë me pjesën e maleve të vargmaleve të Skënderbeut dhe derisa shkojmë në Alpet e Shqipërisë. Praktikisht është një pjesë dërmuese e territorit e synuar nga kjo paketë. Dhe këto zona, të ritheksoj edhe njerë, kanë nevojë dhe kanë potencial të jashtëzakonshëm. Zona të pa eksploruara, të pa mishfryzuara, por, sekundër u përmend, ka një fluks të jashtëzakonshëm në këto 4-5 vitet e fundit nga turistët drejt brenda territorit. Ndaj dhe ka nevojë që këto zona të investohet dhe të ngrihen standardet që jo thjesht presim, po edhe të mirë presim turistët, që është shumë e rëndësishme. Shumë minutat që kanë kaluar, kanë fluturuar, në fakt, Feriol, kur dëgjon për paketën e maleve, çfarë zonash të vinë në mendje fillimisht? Dhe duke qenë se ke pasur kontakt të vazhdueshëm me turistët e huaj, ata çfarë kërkesash kanë pasur? Pra çfarë kanë dashur që të gjejnë në Shqipëri, që ndoshta e kanë pasur në vendin e tyre dhe po ju mungon këtu? Gjëja më kryesore është ajo ku ne ende po përfitojmë shumë mirë është fakti që zonat malore në kuptimin e mirëfill të fjalës, pra male, ne kemi ende të paprekura dhe të pacënuara ku nuk ka ndërhyrje të paktën aq të mëdha dhe shkatrime. Thethi ka qenë rasti ku është ndërhyrë nga qeveria për të bërë
ato çfarë ndodhi si vjet, Lirimin e por hapësirave. në vende të tjera, se Thethi dhe Valbona janë dy zonat malore më të zhvilluara gjithmonë pas Voskopojës edhe Dardhës që kanë qenë historikisht edhe më të aksesueshme. Por kemi zonat të tjera të cilat po shfrytëzohen sot dhe nuk i kemi zbuluar ne. Kjo është më e çuditshme. Për shembull, është komplet parku ajo që u bë sot parku natyror i Shebenikut, që kap, domethënë që në kufi me Pogradecin deri sipër në kufi me Dibër, pra pjesa e madhe e zonës e parkut është në Librasht, ku u zbulua më shumë nga të huajt se sa nga ne. Kemi pasur rast agjenci turistike të huajt të cilat e kanë kërkuar aksesin në parkun e Shebenikut këtu edhe 7-8 vjet më përpara. Dhe unë duke qenë edhe vetë i zonës, edhe lindur në atë zonë, më vinte çudi që e dinin ata dhe se dinim ne, dhe pyesja në zonë, si ka mundësi. Ati po bëhen investime, ku nga komunat, ku nga bashkitë, ku nga tjerë, investime në rrugë. Këto zona janë akoma të pa investuara. Ajo çka do të bëj diferencën mes të pasujt sukses apo të shkruajt drejt shkatrimit është mënyra se si do të lejohen investimet. Dhe ajo që thot profesori qëndron në të gjitha hallkat dhe ajo çka më bie më shumë në sy është që në të pakta strategji apo paketa apo modele investimesh ku nuk ecet me idenë që ajo memja e famshme duhet të jesh 20 vjeç dhe 15 vjet eksperiencë. Këtu në këtë rast kërkohen disa kritere që janë të realizueshme, por janë të realizueshme në kontekstin e mbarvajtjes së gjithë linjës së investimit, në mënyrë të tillë që unë kur të vi me turistët të mos vi të shkel një herë dhe të mos shkel më. Jam në sekondat e fundit dua një përgjigje të përmbledhur edhe nga ju dhe nga zoti Domi për delikatesën që duhet ketë në ndërtim. Pra, si mund të ruhet një balancë e mirë midis të ruajturit të vlerave që kanë pikërisht këto zona dhe betonizimit. Është një debat i madh këtu. Për mua është e thjeshtë, nëse ecim me idenë kap çart kapësh, siç jemi mësuar gjithmonë, kjo gjë do të shkojë drejt fundit dhe të shkatërrohet me një herë. Nëse ka dorë të fortë ashtu siç duhet të ketë, atëherë ne do të ecim me sukses dhe më tej. Zoti Domi? Për mua është shumë e rëndësishme të ruhet, të respektohet identiteti i zonave ku do të jepet leje për të ndërtuar. Identiteti i shprehur në arkitekturën e ndërtimit, identiteti i shprehur në nivelin e masivizimit, nuk sugjeroj të pranohet të ndërtimi një resorti, më shumë se sa i subjekteve cilët janë të moderuara në flukset që duhet të presen, sepse territori për cilat po flasim quhen ndryshe edhe territori me bazë turizëm alternativ, që domethënë shmanget turizmi masiv, por ndryshe ne nuk po ndërtojmë një turizëm të qëndrueshëm, por të kundër, gjë e cila është një risk i madh për mendimin tim. Dua t'ju falenderoj shumë që gjetët kohë nga dita juaj për të na u bashkuar dhe për të ndarë mendimet tuaja. Faleminderit shumë zoti Domi, faleminderit zoti Ozuni. Ne do të ecim me programin Zonja dhe Zotrin, pas pak ndalemi në kulturë dhe në sport. Mos u largoni nga ekrani i Radio Televizionit Shqiptar.